Ti do të martohesh, I tha të birit një sipërmarrës I suksesshëm, teksa e shikonte që humbiste kohën e tij në marrëzira. Nuk jam ende në atë pikë, ja ktheu I biri. Do martohesh dhe ta kam gjetur unë nusen, ja preu shkurti ati. Jo, ishte përgjigja e tij. Po sikur të them që është vajza e Bill Gates, I tha, djalit I pëlqeu direkt dhe pranoi. I ati nuk ishte asnjë diskutim me Billin, ndaj e telefonoi pa humbur kohë. Bill, si je? Mora të them që vajzën tënde do e martosh me Tim Beer. Nuk ngatroj me punë të tilla, I tha miliarderi. Po sikur të them se I Beer është shefi ekzekutiv I ardhshëm I bankës botërore, heshtja pasoi, por nuk zgjati shumë dhe nga ana tjetër e telefonit Billi përgjigjet. Më pëlqen, më lër të bind vajzën tani. Telefonata e radhës ishte me kreun e bordit drejtues të bankës botërore. Përshëndetje, o përgjigja I, si mund t'ju ndihmoj? Dua të bëni Tim Beer shef ekzekutiv, I kërkoi sipërmarrësi. E kemi një, I tha ai. Hiqeni, vazhdoi ky, se Tim Beer është dhëndri I Bill Gates. Atëherë dakord, tha ai, po mbledh bordin dhe uli receptorin. Kështu bëhen këto punë në biznes, mendoj me vete sipërmarrësi. Me sa duket, po njësoj funksionon dhe politika e një reng të tillë, sa të besueshëm, aq edhe të efektshëm, e bëri këtë javë Endri Shabani me Dash Sulë.